Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merre pancirin tuaj, merrni pancirin tuaj. Tha ja Rasulullah, panciri jon duhet të veshet, jeleku i luftës duhet të veshet, për shkak armikut që e kemi përballë. Tha jo, për shkak zjarrit që ju pret. Tha ja Rasulullah, cili është panciri besimtarit? Panciri besimtarit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 fjalë janë më pesho pancir i besimtarit. Me përmenë Allahun azza wa jall mi thonë subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tha në ditën e kiametit këto fjalë i paraprin njeriut. Truprojet e njeriut ditën e kiametit janë 4 fjalë. Një përpara, një mbas, një ngjalltas dhe një majtas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, as më e dashur për mua, një besimtar mos zgjon në mëngjes, me i thonë Allah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, as më e dashur se sa me dal dielli. Këto janë salihatun baqiyat, këto janë të mira që Allahu azza wa jall ato që i lini as më mirë për ju.